Përshëndetje të nderuar të shikues, mirë se erdhët në jashtë kontrollit. Jemi sërish së bashku çdo të hënë të martë të njëjtat të premte ku fokus kemi aktualitetin politik në Shqipëri, Kosovë, rajon dhe gjeopolitik. Të hënave mbetemi tek aktualiteti politik në vend. Kam ftuar avokatin Edmond Petraj, avokat, kënaqësi që të kam. Faleminderit. Drejtorin e portalit Lexo.al, Flogert Muça, Flogert, kënaqësi që të kam. Avokatin Leonard Karaj, avokat, mik i emisionit, kënaqësi që të kam. Faleminderit. Do ta nisim këtë bisedë me çështjen e Irena Gjogës, e cila duket se duke qenë se ka dalë edhe një vendim i prokurorisë përgjithshme apo jo, më duket. Jo, një analizë, një çfarë është? Nuk është vendim, Një vërtetim, ai produkti është bërë një hetim administrativ për të vërtetuar që ekziston apo jo një vendim penal. Për sa i përket marrëdhënies të zonjës Gjoka në shtetin grek. Problemi është që ka një dezinformim të jashtëzakonshëm për sa i përket këtij rasti. Sepse në vitin 2000, nga viti 1992 e deri tani, zonja Gjoka është pjesëtare e sistemit gjyqësor, është një gjyqtare me karrierë, është hyrë në pjesën e asetit të pjesës së jurisprudencës. Kjo marrëdhënie kohore 33 vjeçare e karrierës së saj ka qenë pjesë e një sistemi me të mirat e me të këqijat, vetë siç është sistemi në Shqipëri, ka qenë pjesë e një sistemi të cilët bashkëudhëtar, siç kanë qenë dhe shqiptarët me ato problematikat e tjera, po mos i ndalemi kësaj. Për sa i përket rastit në fjalë, po dalim te rasti në fjalë. Për dy vizat që këta pretendojnë që janë viza të falsifikuara, këto viza nuk janë të falsifikuara. E para se zonja Gjoka dhe bashkëshorti i saj janë të dy personazhe të cilët punonin në administratën publike dhe e merrnin pajiseshin me vizë pas një lloj problemi, mjafton vetëm të kishin marrë një vërtetim që duhet të shkojë këtu e tjera se ishin pjesë e strukturës publike. Pra, këto janë viza të marra në ambasadë dhe janë të dy viza një vjeçare. Në vitin në atë kohë, të cilën ka ndodhur dhe incidenti i parë, këta kanë qenë duke ikur për Krishtlindjet në Greqi, të disa të afërmit të tyre, ndërkohë në kufi, siç është rutina e ngarkesës që kanë punonjësit e policisë kufitare greke, me gjithë shqiptarët e tjera, ditë janë keq trajtuar edhe në këtë mas i ka vënë kryq dhe pasaportë dhe pasi i mblodhi, i ka vënë kryq. Pa i thënë fare asgjë, i ka marrë, i ka kthyer gjithë prapa. Pas kësaj, këta vënë në ambasadën greke në Tiranë dhe kërkojnë sqarim, ndërkohë që ata japin një komunikim verbal që s'ke çaj bën, punonjës policie e tjera me atë ironinë e tyre, dhe i pajisin me një vizë dytë. Janë procese verbale dhe gjithë këto. Pajisin përsëri, pra viza nuk është falso. Kjo është marrëdhënie. Kur bëhet kryqe dhe marrëdhënia e dytë e vizës atje, dhe nuk i lejojnë më të hyjnë në Greqi. Ishte njëjti policë, flitet për njëjtin policë. Nga ky moment, këta autorizojnë njëri në fjer, një avokat, për të kërkuar në Ministrinë e Brendshme, që të bënin ankesën për këtë se kështu ishte procedura. Po. Dhe unë disponoj dhe prokurën këtu të që thuhet të shkojë në Ministrinë e Brendshme për të na përfaqësuar mbi arsyeën se unë kam prokurën, disponoj, e kam në telefon, e kam të gjithë të nënvizur e tjera, dhe kaq marrëdhënia. Tani çfarë ndodh? Atje pastaj pas kanë zhvilluar ato pjesët administrative të tjera, nuk është mbajtur një proces verbal në kufi, nuk është marrë pasaporta, nuk është sekuestruar pasaporta. Nuk është sekuestruar pasaporta? As një lloj pasaporte, nuk është unë i kam të gjitha këtu, dokumentin. Kjo është dosja e plot. Kjo është dosja e plot. Dhe kjo është dosja e të vërtetës, jo me ato çka qarkullojnë në internet, me ato intrigat e poshtërisë, sepse ky linçim që bëhet, më duket më shumë është ka prapavi politike dhe anti-shqiptare, se sa me të vërtet, kjo është në sistem nga bibish. Tani që ndodh?
Iku kjo ko, tjera, erdhëm të pjesa e vettingut, që bëhet deklarimi. Pastaj të kaloj të rikthehem në bek në atë kohë. Kur bëhet kjo pjesa e deklarimeve të pjesa e pastërtisë së figurës, që lëshohet një dokument, ajo ka deklaruar që nuk është e dënuar. Kjo normale. Në vitin 2016... Po, që është bërë deklarata. Dhe ka dalë pastër. Ndërkohë, me këtë lloj deklarate, të gjithë subjektet bëjnë një organizata ndërkombëtare monitorimit, bën që ka akses në gjithë botën, i kërkon informacione për çdo gjyqtar dhe prokuror. Kanë problematika, procedime penale të hapura, vendime penale tjera. Dhe pasi bëhen të gjithë search-in, del e pastër. Vin. Pra database i grek nuk ishte asnjë lloj informacioni. Në vazhdimsi e tjera, kur vim tek vendimi i gjyqit të zotit Beleri, ai nxjerr një as për të shpëtuar, për të larguar zonjën Gjoka, e cila e ka dënuar, me fjalë fati i raqe të ketë zonjën Gjoka përballë, dënohet e tjera. Dhe këta nxjerrin një vendim. Një thonë që ti ke konflikt interesi, sepse e dënuar, duhet largohesh e tjera. Dhe këtu fillon gjithçka. Pasi u kërkohet ai vendim, nuk u gjet asgjë, sepse në këtë moment që filluan pjesën e ankimit, e tjera kështu, nuk vërtetoi gjë dhe organizata ndërkombëtare monitorimit u mbrodh gjithë dosja dhe thotë nuk ka. Dhe ajo është pjesa e organizata ndërkombëtare monitorimit, është një institucion kushtetues. Jemi te Beleri, këtu te koha e Belerit nuk u gjet gjë. Në këtë moment u harrua kjo. Në momentin del pjesa e Berishës. Po. Në momentin që del kjo situatë zotit Berisha, kërkohet vazhdimisht që ti e dënuar, ke konflikt interesi, bëjnë denoncime tjera, dhe në një moment të dytë nxjerrin kartën. Një dokument. Nxjerrin një dokument. Që nga prokuroria e përgjithshme ka dalë si autentik, ky është ai dokumenti. Po pra, nxjerrin atë dokumentin. Okej. Në rregull. Por si është e vërteta e kësaj? E këtij dokumenti. E para një që ai dokument lë dyshime. Do dish që në Alin është celula dhe çerdhja më e madhe anti-shqiptare. Në arkivën greke, unë jam 100% i bindur që është ndërhyrë në atë arkiv, se nuk mund të merret një vendim i arkivuar i cili mban shkresën që janë sekrete dhe nuk hapen, dhe ai çuditërisht nxirret. Pra kjo tregon që atje ka ndërhyrje. Dhe vendimi në faqet e veta ka disa mbishkrime, të cilët Nardi është avokat. Dhe thot, në disa shënime, kemi një vendim me kërkesë të gjyqtarit, prokurori do azjesoj provat, në cilën dosje penale azjesohen provat. Më thuaj. Dhe çfarë prove mund të azjesohet? Azjesohet prova? Rim fashikull apo jo? Jo, kur të mbarosh më thuaj ti mua. Se unë mbaj tashmë të gjitha ato që sapo the. Një sekondë tani. Jo, kur të mbarosh. Por më thuaj po se jo për kjo. Në Greqi nuk e di, këtu jo. Një sekond, po dhe atje më ti se faktikisht në ka dosja... Zeu si o burr, tani unë po flas për këtu, pra atje nuk e di. Okej. Dhe kjo është shkelja më e rëndë që duket, sepse po ta shikosh vendimi ka në boldet dhe në gërmat të cilat shkruhen, lë shumë për të dëshiruar. Ajo hyn një praktike tjetër e cila është si është. Tani, në këtë moment që këta kërkonin vazhdimisht, këta depozitojnë një artikull të Taneas, greke, dhe thonë si ka mundësi, kjo është dënuar këtu, nuk dënuar këtu, Tanea. Një organ, normalisht që ishte inspiruar nga qartjet nacionaliste greke, të cilat luftonin për atë për cilën pse po ndëshkoi Beleri dhe duhet ta merrnin, ta përdorin për Belerin dhe do ta përdorin deri ku të vjen. Po çfarë rëndësie ka? Ajo edhe në Strasburg është e zauruar si çështje. Në këtë moment hyn në lojë prokuroria e përgjithshme. Pasi bën kërkimet procedurale, të cilët prokuroria e përgjithshme i drejtohet ministrisë të drejtisë tonën, me letër porositi kërkonte ministrisë greke
dhe autoritetet gjyqësore dhe të organit akuzës të kërkojnë një dokumentacion i cili a kemi procedim penal apo kemi vendim penal për këtë zonjë. Po. Përgjigja, kjo është dhe janë këto kërkesat të cilat janë bërë, këto janë kërkesat të cilat janë bërë, dhe pasi bëjnë kërkimin, prokuroria e përgjithshme merr këtë përgjigje. Me këto identitete, thot zonja Maneku, në kërkimin e vet është 0, nuk figuron. Ja ku ke dokumentin origjinal. Kjo duhet jetë, ëh? Po, e ku ke 0. Shikoj. Dhe nëse mbaron kjo, tani kemi dokumentin e gjyqit. Si është bërë gjyqi? Pjesa tjetër. Okej, gjyqi Pritani, se janë bërë 3 kërkesa atje. Janë marrë. Pastaj në fund fare është çuar dokumenti i Aneas dhe prokuroria i kërkon bie në dorë dhe ky vërtetimi, ky dokumenti i vendimit të gjykatës me numre të tjera dhe ja çon. ky është dokumenti. Po. Kjo është seanca e gjyqit. Po. Që atje është administrative, pjesa e nenit 54 të ligjit e tjera, është kundravajtje. Nëse gjithsesi kjo aty po ta shikosh në mungonte të tjera që i thot aty. Me fjalë është gjykuar në mungesë. Ja ku e ke? Po çfarë na hyn punëve kjo? Një sekondë. Hyn në punë Jo, unë mund vetë të ngrihem dhe pastaj le bëj emisioni domethënë deri në dokument të avokati. Po mirë ti, a ta bëjmë bashkëbisedim? Ka bashkëbisedim mbi faktet. Okej. Do të ulesh të undi? Unë jam gazetar, s'u tani muhabet e kodit tani me. Faktet të mbarosh më thuaj, lutem. I pekto. I pash më i pash. Po i bën gjyqi, po bën avokatin Irina Gjoku. Jo, po bëj avokatin. Po çfarë po nxjerr aty? Një sekond. Vendimi është i gjykatës të 2005-s. Ora një sekond, shikoj lexoar se ti më gjykatë. 2026. Ora një sekond. Dakor, se e dim ku do dalësh ti. Po, do dal shumë. Vetë të mbaro. Çfarë do dalësh ti më tani? Mbaro më të lutem, më burr. Shikoj, okay. Ktu e sqaron në të gjitha kjo në mungesë, i panjohur, adresa e tjera dhe jep fajsin. Ja ku e ke dhe shkresën tjetër, që vazhdon këtu, që vazhdon në mungesë të procedurës e tjera, pa njoftime, pa gjëra, dhe zhvillojmë në mungesë, e thot gjyqtarja, ta zhvillojmë në mungesë. Dakor. S'ke zhvilluar si gjyq në mungesë, ja? Si? Asnjë gjyq nuk e zhvilluar në mungesë. Asnjë person nuk dënohet në mungesë sa fillon seanca e parë në Ku të vazhdoj? Pasi gjyqtar nuk bëhet në mungesë. Ore Shqipëria për sa i përket procedurit po jetë drejt. Dalim kupton se po çfarë flasim. Ja tani direkt. Po pra, avokat atë vazhdoi avokati. Jo një sekond. Ta mbarojmë këtë, pastaj të vazhdojë. Edhe pastaj bëjmë replikë. Dhe këtu thot janë azgjësuar këto. Ku e zgjësoi një provë, një dosje? Po kush ta ka kërkuar atë aty më? Një sekond. Kush pa ta kërkuar atë aty? Ky është manipulimi që është bërë atje më. Po kush pa ta kërkuar? Se nëse po të kërkoj dosja, aja kemi azgjësuar ne. Iku kjo manovra tjetër. E nëse këto të gjitha u depozitua kjo. Tani ç'a ndodh? I kërkojnë prokurorisë. Dhe thot që na jep a ka procedim, a ka vendim e tjera. Dhe ky thot, në të gjithë këtë marrëdhënie, e sqaron që ky lloj vendimi, jo ky, po ishin gati një 8500 vendime në mungesë të pa ekzekutuara në Greqi. Dhe doli një ligj që kjo të shuheshin, të quheshin të paqëna, ja ku e thot, dhe e pasqyron që ky vendim nuk ekziston dhe vetëm si dosje arkivohet. Kjo është situata. Tani ç'a ndodh? Ta tani kërkojnë. Tani Nardi, dëgjoj. Thot avokati tani se tani un kam dëgjuar. Haj ma di mendimi mua prandaj nuk do të. Dëgjoj. Jo, po. Nuk mund të dalësh ti nga prova do Nardi se ne tani jemi nesër falet. S'ka. Dëgjoj. Po tani nesër falet. Avokat ta gjejmë avokatin se ke mendimin tënd. Një sekond. Dhe fole. Un kam dëgjuar. Ti ke me dëgjuar, un po jam me fakte. Kam dëgjuar që ti je i dënuar në shtetin grek. Okej. Ke dieni ti? Jo s'ka. Po atëre. Okej. Tani vazhdojon. Ta gjejmë variantin e avokatit. Po avokat, po. E para do flasim mbi dokumenta. Po tani un kam marr për analizë tu.
Do bësh analizën e këtyre gjithashtu. Gjykatën. Jo, analizën e këtyre gjithashtu. Dakor, po dëgjoj. Edhe atyre që ato që pretendohen. Dëgjoj. Ato që pretendohen. Avokat, mund t'i replikosh? Të lutem. Po. Tani, po e nis nga fundi. Në qoftë se kolegu im i nderuar dhe për ata që nuk na njohin jemi shumë miq me njëri tjetrin që mos keq kuptohen. Po dieta apo Ashtu. Po në qoftë se ne jemi këtu për t'i bërë për të gjykuar drejtësinë greke, e mbyllim emisionin, nuk ka emision. Si s'ka emision. Sepse, po që pra, se i mendoj unë tani, të lutem, nuk ka emision, sepse ne të dy konvergojmë këtu te kjo pikë. Pra, drejtësia greke për ne nuk është pa drejtësi, për ne të dy. Sidomos në raport me shqiptarët gjatë gjithë këtyre 30 shikon si kavje. Mare pra. Të gjithë shqiptarët i shikojnë si kavje. Në qoftë se jemi mbledhur për këtë çështje, po të them, s'ka e mbarova në emisionin këtu, nuk ka lidhje fare. Kemi debat. Nuk ke asnjë lloj debati, sepse unë nuk jam këtu për t'i thënë se sa e mirë është drejtësia greke. S'më intereson fare, s'du të më marrën ata. Pra pa ty po vazhdoj. Në qoftë se pas kësh pasur një vendim në mungesë, ti nderuar koleg, e di shumë mirë domethënë që në vendime me mungesë, si në rasti konkret po dhe në Shqipëri, ka ato që quhet rivendosje në afat të vendimit penal ose vendimit civil. Dhe tani të vazhdoj unë. Që do të thotë që në qoftë se unë si person që kam dënuar në Itali, në Greqi, në Spanjë apo Gugjet, apo dhe në Shqipëri, por nuk kam marrë dieni në lidhje qoftë me seancat gjyqësore, po qoftë dhe me vendimin. Pra unë nuk kam pasur të drejtën, jo vetëm që të marr pjesë në gjyq, por edhe të dinj të njihej me vendimin e gjyqit. Pa pasur mundësinë e apelimit të gjyqit, ka një klauzulë që quhet rivendosje në afat dhe kjo është globale. Çfarë është kjo? Që ti shkon aty dhe thua, unë e vërtetoj që nuk më ke thirrë në gjyq ligjërisht, po. Nuk ma ke dhënë vendimin e shkallës parë ligjërisht, që unë të njihem me vendimin, as saktet, as vendimin apel ku ka marrë që unë të kem mundësi që ta apeloj vendimin. Dhe gjykata bën brapa ktheu dhe nis çështja nga e para. Atëre. Pra prit tani, se të dëgjova, një sekond. Tani të kthehemi. Ne këtu nuk kemi pas dieni ndoshta. Pa shpreh pa preja. Po ama e ke bëri vendosjen afat? Po s'ka lidhje me fare, çfarë do të bëj asnjë fare? Ore tani unë dëgjova më burrë tani jemi nga Nardi. Ajo e ka marrë vesh nga këta mo. Ale a ka mundsi të lutem? Ta themu që e ka marrë vesh ndryshe pra. Po si e ka marrë vesh? Po ja pra ta shpjegoj pra. Ta shpjegoj dhe dëgjoje burrë. Dëgjoje pra, se ti e nxorre vet aty vendimin. E ka marrë vesh zotrin nderuar sepse po mos e kishte marrë vesh nuk jepte prokuror në datën 31/3/2003. Në datën 31/3/2003. 31/3/2003 çifti Irena Gjoka bashkë me Stefan Aq, burrin e vet. Mos e thuaj Stefan Aq tani se shkon. Ka shoj kishte shkruar më. Okej. Po falë burra shoj ka shkruar po Stefan Aq ka shortin mbaroi. Bashorti vet, fal, okej. Ashtu i kanë dhënë tek një noter në Fier, andon ikonomi, kurse në Greqi ikonomu, se ky zotëria, pës kësh pasu që në aso kohë, të drejtën që përfaqësimi edhe të shqiptare, le të themi, i njohur me liçez dhe në Greqi. I ka dhënë të drejtën që ky të ndjekin procedurat në lidhje me problemin që çifti në fjalë ka pasur me shtetin grek. Kjo është ndalimin. Me ndalimin o zotëri. Po, arsyeën pse ka ndaluar. Deri këtu jemi në rregull valla. Me ke ndaluar, unë mendoj që më ke ndaluar me pa drejt, ma ke prishur jetën me pa drejt, unë shkoj aty dhe ndjek këto. Dhe unë nuk kam arsye fare pastaj të shkoj në gjykat, se unë i kam thënë avokatit të shkoj në gjykat. Çfarë arsye kam të shkoj unë? S'ka vajt gjykat, jo, s'ka qenë për gjykat. Po flas unë. Po jo, nuk ka qenë për vizën më bursë. Një sekondë, ai ka qenë për të vajtur në Ministrinë e Brendshme dhe për të kërkuar. Ta marrë, duro të lutem. Tani kjo është një çështje. Dhe si punë dhe si, ore, tani do më dëgjoni se unë ka respekt për historinë. Dyshim të flas. Po pra. Dhe kjo histori si punë e zonjës Irena Gjoka, unë mund të them domethënë që mund të ketë 100.000 shqiptar në Itali, në Greqi gjithatë. 100.000, sa të duash ka kështu. Po, identik. Dhe këtu pastaj hajde të vesh çfarë barazi. Problemi që ndron këtu që me ligjin e ri të dekriminalizimit, i cili është miratuar nga ky parlamenti jon në 17 dhjetor 2015 dhe ka hyrë në fuqi 15 ditë nga fletorja zyrtare, pra diku nga data 3-4 janar 2016, ka pasur çdo kush nga këta që presupozohet që ishin pjesë e sistemit drejtësisë, pjesë e parlamentit, do duhet që të plotësoni formularin e dekriminalizimit. Unë aso kohë punoja në një institucion dhe kam pasur detyrimin ta bëja atë formular. E mbaj mend shumë mirë. Administrata publike. Edhe e kam bërë atë. Dhe një nga pikat te ai formulari kanë qenë pika
5, 6, 7, që thoshte, a je i dënuar ti me një vendim të formës së prerë, në dienian po atë dëni, a je i dënuar? Edhe zonja Gjoka thot jo. Me thonë drejta e mund mos e kishte ditur, themi neve. Po, këtë po të them unë. Prit, se unë po bëj Kasandrë në kuptimin e plot fjalës. Pika 7 thot, a je dëbuar ti? A ke marrë ti një mas dëbimi nga një shteti huaj? Zonja Gjoka thot jo. Në fakt kjo e ka ditur sepse ato anë 2003, në 2002, a e ka dëbuan nga Greqia. A e dëbuan. Edhe një. Dëbim quhet. Po dëbim quhet pra. Ti s'ka pas dëbim pra. Ti shkon në KKV. Po pas e shmar viza aty ose në Janin, më çore di. Po. Ti shkon në KKV ose në Janin dhe të kthejnë mbrapsh. Ç'a quhet? Quhet dëbim. Jo, po ç'a quhet pra? Dua ta tani. Është pjesë administrative. Po administrative po flasim. Pra administrative, ndalim do të thotë veç pranga u bur tani. Po këta thonë që kanë marrë me pranga, i kanë marrë kishta, i kanë marrë foto. Po merren me i kanë sekuestruar pasaportën. Janë mashtrime po mi mashtrime, unë edhe këto që them unë janë mashtrime, tani gjoja burr tani se më sekond, po flasim për po flasim për vërtetësinë e parçësisë. Po pra për vërtetësinë po flasim. Unë po them, unë nuk po merrem me pikën 5 të dekriminalizimit, po merrem me pikën 7. Unë nuk po merrem a ka njohur kjo vendimin. A e ka ditur kjo që ka një vendim formës se nuk e ka deklaruar, Po zotri, kjo nuk ka deklaruar as dëbimin, jo vendimin. Po s'ka dëbime pra. Po e ka më zotri. Po si ka dëbime? Ajo është dëbuar nga një shteti huaj, nga një shteti huaj. Atëherë apo ta them unë. Dhe duro tani. Ta mbaroj të lutem. Po mbaroj. Ta marrë sepse s'ule tani. Avokat e ke. Po mirë burr tani. Është dëbuar dhe ajo ka pas dieni për dëbimin e saj, sepse i kanë thënë se ti nuk ke drejt futesh këtu. Po s'është shumë. Dhe për më tepër që ajo ka ditur sepse përderisa ka dhënë prokurën, diqeni ju ministrinë e Ashme apo në gjykata, këtë çështje që ka jo. Në ministrinë e Brendshme. Po. Ashtu, diqeni këto do thotë që kjo ka pas dieni për atë që ka dhënë. Një sekond, ata them se si ka qenë historia. Mbaroj se do vë sot burr tani, po ta mbaroja burr. Mbaroj se këtë dëbimin do të pyes avokat. Ke thash të ligji ku të thot legji të kriminalizimit. Po të them ka shkruar jo. Zonja po të kishte thënë po. Në vitin 2000 apo 2001 apo 2002, shteti grek më ka dëbuar, sot nuk do kishte asnjë gjë. Pse? Se ky ligj i kriminalizimit ka një pikë në fund që thot përjashtohen ato pikat për të cilat ti ke qenë pa leje qëndrimi, si më thon. Ke qenë një emigrant i thjeshtë apo? Kuptoj. Këtë, po ti kishe qenë thjesht, e ka përjashtuar. Pse e ka përjashtuar atëherë se u pa një debat i madh kur bë ligji, sepse pastaj do i binte domethënë që këtu të mos kelte kom njeriu. Sepse këtu në 90, 91, 95, 2000 gjithë kemi shkuar në një jashtë. Deri tani thoi vazhdon akoma Po, edhe e hoqën këto se tham, po, ti përveç kësaja, dakor, po ti nuk dënohesh. Jemi në këtë pikë apo. Po ama ke detyrimin ligjor ta thuash thotë. Detyrimi ligjor që fakti ka deklaruar në këtë punën e dëbimit. Po, dora, ta mbaroj tani. Fakti që se ka thënë. Fakti që se ka thënë. Ka shkelur ligjin e dekriminalizimit, zotri. Dhe çfarë prodhon kjo? Po zotri nderuar, ajo ka qëndruar. Po ta kisha shkelur unë atë. Po ta kisha shkelur, pa e bëj kështu. Nëse do ta kisha shkelur unë, ligji i dekriminalizimit më duket në 191 është kundra vajtje penale, dënim deri në 3 vjet burg. Po zotri nderuar. Unë po ta bëja këtë se quhet deklarim i rrem. Dakor. Po ta bëja unë këtë. Ti thua këtu është problemi, jo te gjyqi. Po nuk më intereson gjyqi mua më burr, fare zero. Është një problem i vetëm i asaj. Dhe këtë zonja nuk e ka deklaruar. Dhe pikërisht për këtë arsye, unë po të them domethënë që zonja ka qenë në shkelje të formularit të dekriminalizimit. A ishte ajo apo është ajo gjyqtare e mi apo gjyqtare, nuk e vresoj unë atë. Tani avokati ka një koment për atë që ti e konsideron dëbimi. Pjesë e dëbimit. Po. Nëse seriozisht e ke marrë gjëra apo? Po ti edhe me letra vëlla. Është pasionant. Me letra. Po pra, si mos e marrë me zez, ti edhe me letra. Edhe një. Për sa i përket pjesës së dëbimit. Te rasti i dytë, zotëri thot, unë nuk lejoj të kalosh. Për këtë duhet të sqarosh Ministrinë e Brendshme dhe e kthen. Nuk ishte dëbim, por ishte kthim. Nuk ka pasur asnjë dëbim. As shënim për dëbim, as një proces verbal për dëbim, as për kufizim koha 10 vjeçare etj. Nuk ka pasur asnjëherë. Se pas 3 vjetësh ka rihyrë me të njëjtën vizë në shtetin grek, sepse janë informuar institucionet dhe polici grek që jo vetëm këtë, dhe jo vetëm këta, të cilët ata na kanë këshune halë në sy, sa dish,
se ti nuk e di unë, një Greqin apo se njef, ne na duan të pjekur, ta them unë. Okej, edhe ne prandaj shkojmë atje se na duan të pjekur. Edhe njërë, po sepse neve e vetmja rrugë toksore ajo është për të shkuar. Okej. Se këtë i bie deti. Dhe në të gjithë të pikë, nuk ka pasur kur më nxirr një dokument që thuhet zonja Elena Gjoka është dëbuar nga shteti grek. Nuk ka dëbim. Sa për t'jeni. Ka vetëm këtë ignorancinë që thonë këtu që kanë bërë gjyq në mungesë dhe ku e shprehin gjithë atë qerpsirllagun e tyre, ja shikoj këtu. Po, atë gjyq në mungesë me Delvin edhe një. Ka bërë vendosin afër para gjyqit. Një sekond. Është mbrojtur para gjyqit. Një sekond. Ky dokument ka dalë para 2 vjetësh, i cili ajo s'ka detyrim fare. Sepse ky vendim, sa për t'jeni... Aja ka detyrim moral për vetëm edhe njërë, nuk e dimo... Të shpëllaj figurën e vetë, ore qatë do të bëjmë, ore nuk e dimo, ti. Ore nuk e dimo, ka një organizat... Ke dhënë prokurën për atë punë. Tani, së është për atë punë, është për të shkuar në Ministrinë e Brendshme për pjesën e verifikimin e vizës. Ja ku e kemi prokurën këtu. A është autentik si dokument? Një sekund. Po ja çoj Kelit prokurën, që ta vej dhe në atë. Jo, po ka. Pas kemi sistem ideal, më burr. Nëse e keqja gjyqtarëve tonë çekën që pas në kalu, i pas ka kthy shteti grek para 20 vitësh i herë. Bravo, a di se është puna? Hajde më t'i kthejmë të gjithë. Edhe këto politikanë që kanë vjedhur nga 700.000 euro, ne duhet të ishim zvizër, me kaq pak. E di sa drejt kemi. Hajde më të kthejmë gjithë ata ti bëjmë tas rogato që kanë pasur në të shkuar në tyre. Ka probleme këta detrim. Shumë më keq. Ne jo më burr, ne jo. Ne jo më. O floketa, shumë më keq. O nardi mos më bro. Ata kafshë të burr tani se më hoqë trurin. Nuk më reta unë. Mos i mbroma se ti s'ke tuar Greqi. Jo, nuk mbreta unë, e ke ngatruar. Tani të mbaroj unë. Të mbaroj. Ma the dëbimi se ka shënuar. Organizata ndërkombëtare e monitorimit. Gjoj tani fakt. Organizata ndërkombëtare e monitorimit ka marrë formularin dhe i ka nisur për çdo subjekt. Ku të mbarosh të më lesh 3 sekonda. Verifikimi për pjesën e gjyqësorit dhe të organit akuzës i ka nisur të gjithë shteteve. U ka kërkuar dëshmi penaliteti, a kanë vendime, a kanë dëbime dhe ka dalë 0. Do rishtu pak, lutem? Po mos më ndërprer. Kjo është. Po mos më ndërprer. Atëherë, në raport me dëshminë e penalitetit, nëse ti Redi do dënohesh sot, pas 6 vjetësh ty dëshmia e penalitetit i pa dënuar. Po, okay. Okej, një marakjo. Le të vazhdojmë. Në lidhje me onëmën, se e kanë fiksim këta këtu. Këtu tani e ka ngritë stekën aq bukur sa nuk e ke idenë. Duhet të lexoni vendimin e KPK-s dhe të KPA-s. Atë që kanë shkruar këta. Se këtu është ka për shkokën me dorë, burr. Shok të mi, apo njerëz që unë njoh, se jo domosdoshmërisht të mi, janë hequr nga vetingu Mëret për 1 milion lekë vjetra. Shkoni thoni aty Fuat Boçi se është akoma me gjyqtari i Shkodrës, se është akoma me një dhomë Nguzhika. Shkoni e flisni atij. Kriminal është. Që tani të vi këtu te OMN-ja që thot kolegu im. Në vendimin e KPK-s, Këshillit të vetingut të parit, të parë, ka qenë relatore Greta Bungo, Valbona Saxhaktari, Roland Ilia. Është shumë e rëndësishme kush janë këta persona, po kur të duhesh do merrem me këta. Jo, po futemi në më shumë detaje se do kalojmë te balluku. Në relatimin e kësaj çështje shkruan Greta Bungo, shkruan subjekti në fjalë thot nuk ka deklaruar thot një llogari bankare 23.000 euro, i ka harruar thot Greta Bungo, relatorja, sa le kem bankë? Po të marrë tani unë apo jo? Ne jemi me kredi. 23.000 euro, i ka harruar thot kjo, 23.000 euro, dhe ka harruar të shkruaj dhe pjesën takuse të një apartamenti që disponon jo tërësisht vetë në 100%, por një pjesë takuse të saj. E ka harruar. Po pse u futëm këtu avokatë? Po prit të dosja tani. Po prit më duroj një sekondë more. Jo më që duhet ta kuptosh more, duhet të kuptosh gjërat nëse është po se s'kemi shumë kohë prandaj. Po e mbyllun atë vazhdo. Dhe ç'a bëhet tani? Komisioneri Darien Sina e çon në KPA këtë çështje dhe thotë nuk ka mundësi që ky person të kalojë vetingun. Është e pamundur më zotëri. Si mund të thuash ti unë kam harruar 23.000 euro? Vajtin KPA. Shkon në KPA, në KPA Darien Sina nuk paraqitet fare dhe çon Irena Ninon. Irena Ninon po një që se një, po ka shumë lidhje, ti the mund se ka lidhje ka. Një që nuk e një. Ore ka një vendim në KPA, kjo që do bënte prokurorin, pra që do mbronte ankimimin ndaj vetingut,
ndaj kësaj zonjës nuk paraqit fare. Dhe KPA-ja ka marrë vendim sepse duke qenë se nuk është pala tjetër, normalisht ja lan fuqi vendimin e. Çfarë lidhje ka i vendimi këtë? Dhe po të them edhe një herë tjetër o zotëri nderuar, në qoftë se ky lloj vetimi duhet të ishte sistem për atë, po për këtë duhet të ishte sistem, po flasim për të gjëra për të gjithë kështu. O zotëri nderuar, pa aty nuk do kishte ku asnjë nga vetimi. Asnjë nuk do kishte. Po flasim për të kesh drejt për ato, po flisë për ONM-ja e ka çuar në KPA këtë zonjën. Pse nuk e ka mbrojtur? Po jo për këtë arsye. Për apelimin e vet. Po jo për këtë arsye. Për vetingu pra. Po jo për këtë grekën që po flasim. Floker. Vetingu ku mund të kesh drejt për atë po them. O Floker, gjoja e burr tani sepse unë nuk kam as prokurorën e gjokës as avokati sa sinqerisht. Avokat po bëun rastin më të mirë po bëj pyetësori. Po ata kanë 18 veta që verifikojnë të gjithë dosjen. Ti mos i kanë verifikuar më por kishin harruar 100 milion lekë të atë Voranit. I kishin harruar me pa i thënë. Dorim të dosja. Tani mos më dinë vendimi vendim. Floker, te vetingu shikohen 3 shkallë. Pasuria, profesionalizmi, dhe pasërtia e figurës. Dhe pasërtia e figurës. Dhe ONM-ja në rastin konkret ashtu siç thotë të Petraj, i ka kërkuar më burr. Ka kërkuar, ka dëshmi penaliteti, çka ka bërë kjo? Ka kërkuar dhe gjitha vendimet që ka dhënë kjo që janë kthyer dhe apeluar, dhe ka bërë dhe pasrim. Dhe po të them, në të gjitha rastet e mundshme, relatorja nuk do duhet të thoshte një fjali, ka harruar 23.000 euro. 6 milion lekë të vjetra më nderuar, Besnik Muçi është hequr nga vetingu. 6 milion lekë vjetra. Do merremi me dosjen avokatit. Tani doni që ta bëj. Është merrem me vetingun, jo me Irenën dhe rastin. Po merrem me vetin, me Irenën, sepse Petra i tha një gjë, ata aty kanë hetuar, çka kanë hetuar ata? Dhe e mbyll me një fjali, e mbyll, lutem. The për këtë punën e vetingut që erdhi nga Greqia. Dëgjoj më Petra. Në datën 24 maj 2024 vendimi me vull apostile, ti e kupton shumë çfarë do të thonë vendim me vull apostile. Se si është bërë vendim. S'ka problem. Ti bëj gjyqin penal në Greqi këtu, unë po flas këtë çështje. Edhe një herë. Më dëgjoj deri në fund. Asnjë vendim i dhën orën. Po ti dëgjoj më burr dhe pastaj vazhdoje burr. Dakor. Në 24 maj 2024 me vull apostile, vendimi është paraqitur në SPAK. E ka marrë çështjen e Altin Dumani o zotëri nderuar. Dhe kur është pyetur jo një herë, po 2 herë, po 3 herë Altin Dumani këtë çështje, thoshte jemi duke bërë hetim të thelluar. Hetim të thelluar, se çfarë po e thellohesh këtu ai e di. Në shtator të 2025-s, tu ka fagma, po prisni ju që ti dignin gjitha, Altin Dumani sepse ishte patatë e nxehtë kjo vlla. Po pse ishte patatë e nxehtë? Sepse Irena Gjoka ka qenë kryetare e GKO-s, kryetare e gjykatës posaçme. Dhe çuditërisht çështja e Ilir Metajt i bie Irenës. Çuditërisht çështja e Belerit i bie Irenës. Çuditërisht për Sali Berishën i bie Irenës. Pra çuditërisht gjitha çështjet i bien kësaja. Dhe në shtator të 2025-s Altin Dumani ja ka lënë dosjen Dorina Bejkos. Dhe Dorina Bejko e mbajti deri në fund të vitit. Pse? Arsye. Për të parashkruar veprën penale. Që do të thotë? Kalovi 10 vjeçari zotëri nderuar, nga ligji i dekriminalizimit. Që nuk është fare. Që edhe kjo nuk ekziston më si vepër penale. Çfarë efekti ka kjo për gjyqtarën? Asi kalove komplet në situatë tjetër. Asnjë efekt nuk ka për atë. Ata e pritën, ta pritën derisa të parashkruhen vepër penale. Unë le ta ndor ky fletë tani. Po, avokat, jepi. Tani mbaro. Në momentin që është marrë formulari për të vërtetuar pasërtinë e figurës, ONM-ja me shkresa ekskluzive i ka kërkuar për subjektin vlerësues, kemi dëbime, kemi dënime e tjera. Masa administrative apo të gjitha ato të cilën parashikon ligji i dekriminalizimit dhe vërtetimi formularit të cilin bëjnë. Ajo ka thënë jo në të tëra ato dhe ajo kërkojnë, ka ardhur dëshmia e penalitetit nga ato shtete që është bërë kërkimi dhe në databasin qendral. Po pse apeluan atëherë? Ku kanë apeluar? ONM-ja, pse apeloi vendimin e shkallës parë? Por ti do të pasojsh për këtë subjekt. Po si subjekt është më për Irena Gjokën vetëm. Një sekond, nuk është për këtë, është për para. Nuk është për këtë, sepse ajo ishte ore kur bëhet një apelim,
për shkallë e parë, nuk bëret vetëm pasuria, vetëm profesionalizmi, vetëm kjo. Po ti ku shef dyshimin? Po vetëm për dyshimin ka baronë më arti, o ti. Ore, edhe një ta thash, pas 5 vitët çdo vendim konsiderohet me dëshmi penaliteti i rehabilitimit. Ky thotë që është parë në shtetet që e kanë çuar dokumentin, është parë në regjistri. Ashtu është. Po është parë dhe kjo. Po ashtu është mo. Sepse vendimi është i 2005-s. Onardi. Në 2025. Ja arkivuar po thua. Po normal apo. Një sekond, ta mbarojmë edhe çiktë. Tani, në cilin shtet të botës ti, në qoftë se kërkon që a ka pasur procedim penal apo vendim penal të formës prerë apo shkelje administrative, nuk rezulton në databasin grek që Greqia pikërisht ata ju drejtuan pasaj në prokurorisë asaj gjykatës dhe arkivës së Janinës që gjetën këtë dokument. Më kupton? Tjetë tërgjë se si ka dalë këtë dokument. Po unë po kontestoj këto më Petre. Një sekond, më lë tani ta në mbaroj, se më thua parashkrime. Po. Edhe njërë. Po është parashkruar. Dhe kur ka dhënë përgjigjen prokurori, thot që ky vendim sipas ligjit grek, se s'ishte vetëm për këtë. Për këtë rast. Ka qenë për shumë e shumë viktima që policia greke të merr ty të shikon kështu me kollare, shikon me kollare, di çfarë bën apo? Erdhi ky Alvanosi thot. Po më çfarë do të thosh? Problemi është ky. Edhe njërë. O Petre, e vidim të bisedën o vla. E ka deklaruar, se ka deklaruar. Se s'ka që deklaroj. E ka që po tem. Si e ka një vetingun, këtu është pasaj të bësh një film. Apo ke dënimi avokat? Të dëbimi mor. S'ka dëbim o vla se ka verifikuar. Ka dënimi po. Ka ndalim, jo dëbim o bur. Dëbimi, jo dëbim. Është film këthyrë. Po nuk po merre me atë histori, ma nuk intereson historia e shkruar e Irena Gjerkus, se kjo është problemi. Nuk po merrem me atë. Unë po them, kjo zonja ka pas dieni për problemin që ka pasur aty, sepse ka lënë shenjë vet, ka pas detyrimin që ta... Qa do thosh në më, nuk e kanë të buar. Në momenti kur ta deklaron të asaj, nuk do të hynë të gjemë në këmë, sepse normalisht... Nuk ka dëbim, o të dëbim, e fundit fare... Me afat kohor. E fundit fare, po të themi një tjetër, po të themi një tjetër. Për me e kanë vendosë ata dëbime. Vetëm mos bi vendosemi. Spaku në rasti konkret, ka pritur që kjo vepër e prezumuar për mua, nuk është e tillë, pa e qytë prezumuar, në të dyshuar, të kalonte afatet e parashkrimit, edhe pastaj hajde të bëjmë gjollën e vetu, unë e vetra tani ko. Ka kjo për Irena Gjokën avokat se ata që po na ndjekin se zero, prandaj prokuroria. Këllëgjëja nuk do ta shkarkoj. Ose shkarkon dot mos do ta bëj shkelje. Ba, nuk e. Po. Prandaj prokuroria nuk ka vazhduar procedim penal, sepse thotu nuk kanë fakt penal për shkak se është parashkruar vepra penale, për cilën jam komentuar, dhe a ka kaluar KLG-s për hetim administrativ. Që do thotë? Që do thotë që të ngrihet ata 7-8 vit 15 burrat e gratë e KLG-s. Që ka për detyrë të lexojnë dosjen, të vërtetën, të lexojnë të vërtetën. Jo, do thonë aty, çfarë do thonë aty? A do thonë aty që shiko, nuk ka asnjë të vërtetë në lidhje me këtë, nuk e ka shkel ligjin e Irena Gjokë. Dhe jemi këtu tani, kaq është historia. S'ka shkel më Onardi, s'ka shkel. Dhe kjo është edhe një. Po dakor se nuk jam as avokate, po le ta bëjmë si po ti po del kundër vëlla tani, çfarë avokate? O po bëj analizë o zotri. Një sekond. Edhe një. Si që dal kap kundër. Edhe një, më the dëbim, s'ka pasur dëbim. Por po e trajti analistu apo avokati saj? Një sekond, i sem as avokati saj. Po pse një vëlla? Po më ranë dorë. Po të ranë dorë rasistë. Të ranë dorë rasistë. Po fal, a ka rëndsi kush ka letrën apo vërtetësia e letrës? Po mënyra si po flet me mua bën shumë të atë. Po s'ka dëbim kolego, po thot një avokat tjetër që është avokat ngjela, do merresh me mua apo me atë që unë them? Ore, ku e diti që nuk është dëbim? Tani merrem me atë që ai thot. Ku e diti që s'është dëbim? Sepse ja. Sepse shkruhet aty ndalim apo cilën kërkesë? Ja këtu i këtë. Vendimi thotë që ai vendimi që hodhet ti përpjet pak më parë që thea është marrë në mungesë, rezulton që kjo zonja është dënuar. Po. A është dënuar? Tani shko bëj gjyqin në gjykatën greke dhe thotë, një sekond. Onardi. Fal kur ka raportuar, a mund të bëj vetëm 2 pyetje? Vazhdo. Kur është plotësuar deklarata e dekriminalizimit? 2016. 2016. Po. Në 2009-ën. Ja ku e ke? Në 2009-ën. Në 2009-ën. Ja ku e ke edhe datën. Më fal. Në 2009-ën. 11-24. Po, më fal, a mundem në 2016-ën kur thua ti
Kur them se ti fiks më atë. Nuk ka rëndësi. Në atë vit që kjo ka bërë deklarimin e pasurisë, një të dekriminalizimin, po. Dekriminalizim. 7 vjet përpara, ka vendim gjykatës europiane të drejtave të njerëzit, që rastet e ngjashme, sipas ligjeve që po flasim, ligji dhe dënimi i kësaj zonjës në fjalë dhe të mira zonjave dhe zotrinjve të tjerë, dënimi konsiderohet i paqen. A mund të rish një sekond? Me kusht që mos ketë bërë për 18 muaj një krim të ngjashëm. Kështu që ajo nuk ka pas deklaron sepse krimi dhe dënimi i saj është konsideruar i paqen, vëlla. Okej, bravo. Keni shumë drejt ju. Jo, çfarë efekti do ketë? Keni shumë drejt ju. Jo, po e lexon. Fakt, ja do t'jap precedentin. Është ligji 2015-s. Gjoj këtu, se këtu ka thak më bërë. Ti po thua që pas ka një ligj 2009-ën dhe ne pas kemi bërë ligj. Greqia. Po duro më flokert. Për Greqia i ka shuar fare këto dënime. Projeni mos, sa të keni mundësi. Po vetëm e dëgjoj deri në fund, mund ta ketë gabim unë. Zonja Irena, na dëgjoj dhe na beko, se sipas Leonardit po të mbrojmë. Po unë njoh gjyqtare prokuror në botë, unë po lexoj më mik dhe po them që më rezulton që ne pas kemi bërë një ligj gomar. Po s'më leo ha të burflas. Ne pas kemi bërë parlamenti. Pas ka bërë një ligj në 2015-ën që bikan des. Do të më çuditë. Kjo është. Po atë është në dorë dorëkitën. Nuk mund t'i kërkosh dikujt nuk mund t'i kërkosh dikujt të shkruaj në formular një dënim që edhe nëse kjo do e kishte ditur me ligjin grek është një dënim i pshuar, i paqen, është vendim gjykatës, është ligj. Prokurori në përgjigjen që i ka kthyer Kjo do të shkruante te formulari, po. Unë jam dënuar, por ai dënimi im nuk ekziston më sepse është qyt edhe ja ta jap një rast. Ja rri këtu atë. Sepse ti do të dikish atë rrugë. Avokat, do ta mbyllim këtë se. Domethënë, një nga gjërat më të bukura që unë kam lexuar kur bëheshin këto deklarimet aso kohë, ka qenë deklarimi që ka bërë sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste sot Blendi Klosi. Madje e ka thënë në një studio televizive dhe gati u bë dhe gallat çisharaket në një farë mënyrë pa e tha me drejt. Kishte shkruar aty, po unë jam dënuar. Po ku je dënuar? Tha kur isha student, ishim aty te korpu, si tha, pim tha një ca birra, ishim 15-16 vjeçar dhe na erdhi policia na mori dhe normalisht u dënuam për prishje të qetësisë publike. Rregull. Nuk bëri burg Blendi Klosi. Asnjë ditë vetme. Po e ka pas detyrim për të shkruar a ka pas një dënim apo s'ka pas një dënim. Se kur fillon procedimi je i detyruar ta shumë. Procedim s'ka, dobim s'ka. Ai është dënuar. Kjo nuk është dënuar. Është shuar dënimi. Ai dënimi grek nuk është. Është shuar dënimi nga. Nuk tregoj. Ora është i paqen more. Ja ku se e thua ti mo. Jo më nuk e thot ky mo. Ti është i paqen. Leonard, po abuzon tani. Un po abuzoj. Çështja pano kundër Greqisë numër 44058 i 5 janar 2009. Vendimi dënimit i arkivuar sipas këtij ligji konsiderohet i paqen me kusht që për i periudhë 18 mujoret mos ketë shkel prap ligjin në Greqi. Kaq. Tani është kështu. Para se përfundonte afati i apelimit ndat 17/6 është miratuar ligji numër 3346. Ja kjo ti ke prokurorën e posaçme. Po, 31 mars 2003. Atëherë, ne të përfaqësuarit kështu, thot të më përfaqësoj në pranë, siç e kanë bërë, Ministrisë së Rendit Publik në Athinë, Greqi. Po, pra në Ministrisë së Rendit Publik në Athinë, Greqi dhe në çdo institucion tjetër ku tjetër nevojshme të dakord. Tani mos ta Po e gjen një proces verbal që ky zotëria ka vajtur atje. Po e gër tani. Pse si ka thënë? Një sekond. Latnam. E dinte kjo zonja që ka firmosur aty në fund. Tani këtu kujtos firma këtu. Një sekond, ora kjo prokuror është vërtet. Kjo prokuror, për çfarë ka çuar? Për çfarë ka çuar? Ky zotëria ka vajtur, ka riparuar atë kthimin e asaj vize. Ky zotëria. Sa për t'jeni? Që ta dish ti. Oredi me që u bëshu kjo punë, të lutëm Varaku, lexoje pak. Përpara se të përfundonte afati, lexoje.
Përpara se përfundonte afati I apelimit më datë 17/06/2005, është miratuar ligji 3346/2005 për shpejtimin I procedurës para gjykatave civile dhe penale, sipas edhe interpretimit kryer nga GEDN në çështjen Panou kundër Greqisë. Vendimi I dënimit sipas ligjit konsiderohet I paqen, me kusht që për një periudhë 18 mujore nga publikimi I ligjit. I shuar dhe I paqen. Çfarë deklaroi që ka marrë një vendim paqen? Tani, avokat, se duhet ta mbyllim. Tani, fjala e fundit, çfarë do të prodhoj kjo? Asnjë gjë. KLG-ja çfarë do bëj? Kush do, shiko, ky është një Nëse KLG-ja fjala vend merr një vendim për ta pezulluar, çfarë do me dosjen? Nuk e pezullon dot. S'ka fakte ta pezulloj. A ka dënim? Edhe një, nuk ka dënim dhe kjo nuk figuron më ta pjesë. Sepse aty po diskutohet për formulën prokuroria që është autentike aty. Ore lëre më çfarë thot ajo thot, po nuk thot ato të tjera të parat. E qartë. Ajo nuk e pasqyron çështjen Panu. Ajo nuk e pasqyron raportin që ka bërë organizata ndërkombëtare e monitorimit. Ajo s'ka bërë tim fare, më vetëm ka marrë një vendim, ky vendim I kështu dhe pra KLG-ja po më thua? Për mendimin tim, nëse kanë dy trum kok, ata mos të bien pre e agjenturës greke që është ulur këm kryq në Tiranë. Dhe ky është një sulm politik që I bëhet asaj. Kaq. Dhe duhet ta dini këtë që është sulm politik me prapavi për të goditur në reformën e drejtësi, për të goditur integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, për të goditur marrëdhënien e kryeministrit Rama që ja çamba në sistem dhe pjesa tjetër për të bërë kokë turku Irena Gjokën, pse? Se ira pjesa me short, të gjykoj, një sekund, të gjykoj, Sali Berishën, Ilir Metën, Beleri dhe vetëm pse dha. Nëse ja dalin kjo, I bie që I prodhon gjitha këto pasoja, pra dëmton Ora ata në gjyqtare, një gjyqtare lexon, ore, ne jemi jurista, unë dhe në ardhim jurista, ne lexojmë kështu, pavarësisht debatit dhe polemikës. Ideja është një gjyqtar e lexon në bazë kronologjike të vërtetat e kësaj. Dakor, avokat, si e shikon, çfarë do bëj KLG-ja? Si e paralajmon në bazë të fakteve, si e shoh unë, atë që do duhet ta kishte bërë Spaku, me shumë dobiçllëk ja ka kaluar KLG-s, tek për mendimin tim KLG-ja nuk ka për të marrë asnjë vendim I cili mund të ketë pasojë për zonjën Irena Gjoka. Flokert, si e mbyll këtë histori se duhet ta mbyllim? Unë kam me komunikime që kam patur me kolegë të miqve, më thonë që parimi I sigurisë juridike është parim kushtetues, kështu që në raport me vendime që zonja në fjalë ka marrë deri tani, ligji nuk ka si fuqi pravovepruese, edhe nëse ajo shkarkohet fjala vjen, çdo vendim që ajo ka marrë deri sot konsiderohet I ligjshëm dhe nuk ka fuqi pravovepruese. Ky parimi kushtetues I sigurisë juridike. Ke shumë drejt aty. Sa ajo ka qenë gjyqtare në atë rast. Por këtë po flasim avokat se mos ka diçka. Rasti më tipik është rasti I Antoneta Sevdarit. Kjo mund mos prodhoj asnjë gjë në Shqipëri, teorikisht po flas. Por prodhon një bombë me sahat në Strasburg. Më dëgjoj. Dhe rasti tipik është Antoneta Sevdari. Antoneta Sevdari ka pasur një vendim për heqje nga sistemi I drejtësisë, I cili është marrë në KPA, ku relator ka qenë Luan Daci. Pasi e ka dhënë vendimin për zonjën Antoneta Sevdari dhe ajo u hoq për 15 vite nga sistemi I drejtësisë, rezultoi që Luan Daci kishte fshehur një dënim të tij në vitin 1997. Dhe kur doli kjo gjë, Luan Daci u hoq nga sistemi I drejtësisë dhe Antoneta Sevdari shkoi në Strasburg dhe I tha Strasburgut, unë jam gjykuar nga një person I cili nuk do të ishte aty të më gjykonte mua. Çfarë prodhoi kjo? Dhe çfarë prodhoi? Strasburgu I dha urdhër shtetit shqiptar. Nuk është ekzekutueshëm vendimi I Strasburgut. Nuk është I ekzekutueshëm. Po vazhdo. I dha urdhër shtetit shqiptar. Është ekzekutueshëm. Dhe Antoneta Sevdari. Nuk është ekzekutueshëm vendimi I Antoneta Sevdari sot është prokurore në prokurorinë e Drejtorit të Përgjithshëm Tiranë. Kjo është. Tani të njëjtën gjë. Është identike njëjta gjë. Tani çfarë do ndodhin? Do ndodhin që do shkojnë nesër Fredi Beleri, Sali Berisha, Ilir Meta, të gjithë këta, të cilët do dënohen nga gjykatat shqiptare, pra mund të dënohen nga gjykatat shqiptare,
Por do shkojnë aty në Strasburg, aty as do t'ja din ata, a është Irina Gjoka sot aty apo s'është mo. Harrojmë këto histori. Po ata do shohin, a është i shuar apo jo ky dënimi? As atë s'duan. As atë. Se për atë Luan nuk e pan që ka qenë dënuar. Duhet gjetur artifica, duhet gjetur artifica avokatore. Artific mo, kjo e pas ka bërë doktori me Irenën bashkë, që t'ja hedhi doktori, ka zgjedhur Irenën. E njëta gjë kur shkon gjithmonë, po unë ja fuskoj gjithmonë. E njëta gjë të gjithë gjë po bën Soterion Velieta, ai kesh pjesë fundit, ndoshta këtë me Olsdadon. E çon Olsdadon, domethënë për mënyrën se si ai është bërë prokuror, jo se do që ta heqin nga prokuroria e Spakut apo nga prokuroria më. Do të delegitimoj. Sepse do të delegitimoj procesin ndaj tij me qëllim që të kur shkojnë në Strasburg ta kemë më thjesht. Kaq është historia oret. Dakor, thjesht. Na duhet të mbaruam ne me këtë histori tani, do fillosh prapë se ti e ke ke marrë ardha. Ti nisesh me të tretin nga vendi apo? Avokat, para se ti ikësh në kushtetuese, kemi 10 minuta kohë. Si e shikon punën e Belinda Ballugut? Shiko, unë atë debatin që ndodhi, prezantimin që bën. Unë i qëndroj pjesës për të cilën kemi një tejkalim kompetence dhe shkelje të pushteteve, të cilat një pushtet nuk mund të ndërhyjë te pushteti tjetër, pra kemi pushtetin e drejtësisë që sot me atë kërkesë të strukturës posaçme, me atë vendim të GJK-s për mas pezullimi, ndërkohë që një ministre as pezullohet në asnjëherë, por vetëm emërohet dhe shkarkohet sepse është funksion kushtetues në këtë pikë, dhe marrëdhënia tjetër, të cilën e po flasim, është që Neni 93 dhe 103.3, ata këtu do të bazohen që personi ka imunitet dhe rruga që ndoqën më prapa, struktura e posaçme, ishte e dura që do të vinte në këshillin e mandateve për të kërkuar atë masë të cilën vendosën. Pra, kjo është rruga që duhet të bënin, por jo kurse si që të merrin masën pezulluese, sepse nesër mund të dali njëri, ikra i lajthit ai, edhe nxjerr pranon 10 procedime penale, 15 procedime penale dhe pezullon gjithë ministrët. Më thoj ti më, ka të drejtë? Ke propozim emërim, blokon punën e qeverisë. Ma kupton, kemi ndërhyrje të pushtetit dhe rruga e dytë, të cilën ata bën është rruga e dur. Ajo që vajten në këshillin e mandate për të kërkuar heqjen e imunitetit e tjera për zbatuar ato procedurat e vetë që kanë. Këtë kanë gjë tjetër rrugë pret. Kështu që unë mendoj që kjo marrëdhënie e cila do ndodhi, tani ne nuk po vim orakull këtu, se cili na e shikonte që unë edhe me prova në ardhi lexon ndryshe. Se në ardhi si pa. Unë i lexoj, në ardhi si pa, në ardhi del ndryshe. Unë vi me dosje për të bërë analizë, valla. Unë shkoj me dosje në gjyq. Nëse jemi jurista, do bëjmë këtë më në gjyq me dosje. Po nuk mund të ngarkojmë një person. Tani këtu jemi për publikun, ne nuk jemi për njëri tjetrin. Po sigurisht pra, publiku ti duhet dhënë provat. Avokati solli provat në këtë rast. Ti bëri lexim të respektueshëm. Shumë mirë më bëri se stash asnjë. As të kundërshtova. Po s'ka. Po kam drejtë si ti ke drejtën tuash pjesën tënde. Dhe ne kemi rënë dakord që mos biem asnjë dy dakord për këtë çështje. Shiko, ne kemi një marrëdhënie, ne kemi një marrëdhënie ashtu siç e kemi. Jo vllai, se nuk na penalizon kjo edhe ky debat. Fare zero. Por neve, do të jemi personale ti unë. Ka prova, edhe një herë si unë dhe ti, kemi një marrëdhënie juridike për të treguar të vërtetën. Në këtë rast, për të thënë dy elementë të cilët ashtu është, sepse ti e shikon kështu o Petraj. Po si shkojmë provat, jo unë. Po pra, unë pas provën që nxorre ti. Prova jote ishte dënimi 2005-s. Ka avokat. Ti the që ky është i vërtet. Edhe shuria e 2005-s. U kthem prapë, jo te kushtetuesja, kjo që tha avokati. Ka gjithë drejtën e Zotit ta mendojë, unë e mendoj ndryshe. Dhe mendimin tënd po të pyet drejtë. Logjika ime është kjo. Po. Kryeministri ka shkuar në gjykatë kushtetuese dhe thot një përplasje kompetencash. Pra drejtësia më ka marrë një kompetencë të cilën nuk e ka atribut. Po. Thot kryeministri. Nuk është ankim, do t'japin mendim. Po pra, nuk e ka atribut dhe thot, kjo është pika e parë që thot kryeministri, dhe pika e dytë thot më interpretoni thot nenin pikën 3 të nenin 103. Po. Okej. Këto të dyja janë pikat që ka shkuar kushtetuese. Po. Tani një nga një, e para një herë që unë të marr diçka, do duhet që ti ta kesh atë. Pra nëse unë si institucion, po e them, institucioni i drejtësisë, ty si ret, si institucioni ekzekutivit,
të marrë diçka, do të thotë që ti e ke këtë. A e ka kryeministri i vendit pezullimin si kompetencë? Fare. Jo. Emërim shkarkim. Ka emërim të shkarkim, madje dhe emërim shkarkimin nuk e ka ekskluziv. E sepse e vendos presidenti. Sepse e dekreton voton parlamenti dhe e vendos presidenti. Dhe këto të dyja nuk ka ekskluziv. Kemi këtë zinxhirin. Ashtu. Pra pezullim nuk ka. Pra kryeministri nuk mund ta pezullojë një ministër. O e shkarkon o e emëron. I kërkoj mendim kushtetuesës. Kurse në rasti konkret gjykata ka thënë, nuk të ka marrë ty, të paktën kështu u mbrojt në gjykatë kushtetuese. Nuk të ka marrë ty asnjë lloj kompetence. Gjykata nuk u mbrojt. Pezullor ministri. Jo, ky i spakut. Prokurori po, gjykata nuk u mbrojt. Gjykata nuk mund të vinë të bësh e parë dhe shumë i bërë. Se gjykata nuk mund të jetë parë aty. Nuk e dinë se ti ndoqja atë seancë. Në ndoqja seancë dhe prokurori tha dhe prokurori tha dy gjëra shumë të rëndësishme aty. Tha e para, tha një, nuk i kemi marrë kompetencë, por kemi kërkuar, domethënë pezullohet për shkak se duhet të mbrojmë hetimin, dhe e dyta, për shkak të kësaj gjëje, hetimi jon është damkosur. Po e them unë damkosur, ai tha në mënyrë të latuar, të gjuhës shqipe. Është cënuar në mënyrë të rëndë. Ka thënë, tha prokurori në atë sa. Tani unë nuk futem oret në mendjen e 8 anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Por unë gjykoj të mënë që çfarë do lloj vendimi që të marrë gjykata kushtetuese, do jetë një vendim historik, sepse do vendosi një pedale të marrë. Do vendosi vijën e demarkacionit për sa te Komisioni Venecia, se ishte kjo kërkesë. Ajo është këshillus. Komisioni Venecia opinione japin. Ai Venecia si vetëm opinion. Mendime jam, edhe kjo me gjykata kushtetuese do japi opinion aty më. Nuk do dalim me vendim. Jemi apo si jemi në këtë pikë dhe do vendosi vijën e demarkacionit të ndarjes së pushteteve. Gabimi i madh thotë që kemi. Nuk flitet për zonjë balluku më vëlla. Këtu flitet për elementin e pushteteve, ekzekutive. Pjesa, më fal pak. Shkoku, sepse kemi relatuar këtë histori në disa studio. 288 e kodit procedurës penale ka një ngërç. Nuk i shpreh për këtë masë të cilën ka marrë gjykata dhe ka filluar prokuroria. Në eni 242 ka vetëm funksionarin publik, përveç se atij të zgjedhur sipas ligjit elektoral. Por ministria në këtë rast nuk është funksionare publike. Çfarë është ajo? Por është funksion që ka pushtet kushtetues. Është funksionar kushtetues. Jo, moreja. Po sikur ministrat mos kishte qenë deputete, po ti ishte vetëm ministër? Sepse kemi double imunitet. Double. Tani te vjeshim një 2 a 3 imunitet nga grama. Po ministri ka imunitet si deputeti. Po çu thot ligji më? Po, ka te pika 2 që ka kërkuar kryeministria, thot më interpretoni në pikën 3 në 103. Pika 3 në 103 thot ministrat gjatë kohës ushtrimit të detyrës së tyre kanë imunitetin e deputetit. Bravo. Edhe ata që janë deputet. Po prandaj thot sepse mund të ketë ministra dhe për ministrin shkohet prap tek Këshilli i Mandateve që i hiqet nëpërmjet parlamentit. Po dëgjoj një sekondë. Po pra, këtë që kërkuan këta. Cakë nuk të shkonte njëri për të hequr mandatin e deputetit. O zotri. Se nuk ishte fare deputeti i Republikës së Shqipërisë. Caka as nuk u emëru ministri herë sa për ditë. Se nuk e pranoi Meta. Se dekretoi Se dekretoi kur. Po më thuaj një tjetër që s'ka pas mandat. Kuti Bora Muzhaqi. Bora Muzhaqi. Pastaj çfarë rëndësi e ka? Tani ky neni pika 3 këtij neni 103 ty të çon me domosdoshmëri sepse të thot imuniteti i deputetit. Imuniteti i deputetit rregullohet nga neni 73 i Kushtetutës dhe thot neni 73 thot nuk mundet thot që ti një deputet thot ti bësh kontroll banese. Ta leje tjetër. Të le, ti marrësh leje, ta arrestosh ose ta çosh në arrest shtëpi. Vetë kur ka gjë vepër të rëndë penale në flagrancë. Pra nuk thot neni 73 thot e pezullove, apo i more pasaportën, apo e ndalove. Regjia që nga në top form sot. E kuptove se sa tani po të them edhe një herë. Nuk merre me histori se çfarë do vënë gjykata kushtetuese. Unë di të them që gjykata kushtetuese deri tani ka qenë në një lloj dualizmi të fortë, 4 me 4, 3 me 5, domethënë është ndar mendimi juridik në gjykatën kushtetuese deri tani ka qenë me të vërtetë shumë i balancuar. Se ku do shkojnë? Tjetër gjë. E di. Gjithsesi, me fjalë kjo do varet nga Këshilli i Mandateve, të cilat janë me të vërtetë ato prova që dy ta e bëre gjykatë Këshilli i Mandateve. Po normalisht aty do vej. Aty do vej, sepse janë ata të cilët vendosin për fatin e ashtu siç është vendosur edhe për deputet tjerë. Po vendos për 24 orë deputet tjerë. Budallëja edhe një herë. Shikoj. Ke drejt aty. Ka një gjë, Nardi. Berishës ja heqim kollajin edhe po jo aty. Berishës ja hoq 24 orë. Si e kanë heq? 24 orë. 17 dhjetor
18 dhjetor. Tani, nuk po tjetë për Berisha të më tani, një sekund. Edhe një, Berisha shkeli vendimin e gjukatës aty Marbor, nuk respektoj vendimin që se ishëm regull. Detyrim paraqitje kishe, nuk cënoj nga aktivitetet tjetër. Koço këgdhima. E tani, edhe njërë, pjesa tjetër, edhe njërë, ajo që në shikoj unë, reforma në drejtësi po jep problematikat e veta, dhe kodi procedurës penale pa tjetër duhet ndërhyrë urgjentisht sepse po jep shumë defekte. Sidomos për rastet e funksionarëve të lartë shtetëror që paprekshmëria po kalon nëpërmjet filtrave të gjykatës, ju e shikoni vetë që brenda 10 ditëve që ai merr dieni nga komunikimi i akuzës që thritet i pandehur, ai ka vetëm 10 ditë kohë për të bërë parashtrimet me organin e akuzës. Nuk mjafton të lexosh 70 faqe, 100 faqe, 150 faqe tjera. Ky është një ngërç. Pjesa tjetër që nuk arrin dot të respektojnë këtë afat kohor në bazë të kodit procedurës, kemi pjesën tjetër. Kemi gjyqtarin seancës paraprage. Te gjyqtari seancës paraprage, përsëri, nuk kanë takat të lexojnë 150.000 faqe për të marrë me vete dhe për të nxjerrë një pikë sqaruese për të kundërshtuar akuzën dhe pjesën e pavlefshmërisë së akteve. Dhe prandaj them, dhe për pjesën e nenit 242 duhet ndërhyrë, dhe të 288 të kodit procedurës duhet ndërhyrë, dhe të marrëdhënia e procedurës për afatet kohore, leximin tjera, të gjyqtari seancës paraprage, përsëri duhet ndërhyrë. Se ndryshe, ky është një kaos dhe këto problematika kanë dalë tani. Kjo është ajo për të cilën mendoj që do të jetë. Avokat, të falenderoj se unë e di që do lëvizësh. Regjia siglën të lutem. Është bashkuar me ne kolegu i Report TV-s Denis Minga. Denis, kënaqësi që të kam. Mirëmbrëma, faleminderit. Besoj na ndoqe pak për ndiqja për këtë bashkë me avokatin. Për Ballukun kishe ndonjë koment se si do të shkojë gjëja? Tani unë mendoj që me datë 28 nuk ka për të pasur vendim, paktën sepse do jetë diçka përderisa është shtyrë, kështu që do ta shfrytëzoj këtë kohën që mori, kam përshtypjen duke qenë se aty do luhet prap me këtë idenë sa faqe ishin Flokert? 16.000. 16.000 faqe, do luhet prap me këtë idenë ose kemi lexuar jo pa ashtu, ja, por kështu që do shtyhet. Çështja dhe do kaloj do kërkohet një moment tjetër për të kuptuar cili do jetë qëndrimi i mazhorancës. Flokert, pjesën e parë të misionit kishim dy avokatët që si jemi gjithollok pra. Tani më, si e vlerësove protestën e opozitës? Merremi pak me çfarë po ndodh pas rikonfirmimit të ftesës së Ramës për në Washington që e kemi diskutuar dhe bashkë në emision. Tani më duket sikur gjërat janë më të relaksuara, po protesta si të duk, a reflektoi kjo tek protesta? Dëgjoj, protesta ishte fantastike, e them pa ironi, se dija që do të qeshni. Jo, ishte fantastike, domethënë, të bësh si opozit blofet asaj natyre që bën Partia Demokratike, që thoshte Flamuri, tani iku Maduro, tani do vi radhe era Madurës, se thash. Ta karikosh popullin me një të pavërtet të madhe, të dekonspirohet dhe të shpërbëhet narrativa 3-4 ditë përpara protestës, dhe të vinë sërish aq shumë njerëz, aq të motivuar për të protestuar, kjo është për të përshëndetur dhe për të përgëzuar çdo njeri që ka qenë atë protestë. E kam seriozisht shumë sinqert. Problemi që unë shoh pastaj te protesta nuk është tek njerëzit, është tek ata që e thrasin protestën. Pra ti thret njerëzit. Njerëzit vinë aty. Ju mbush xhepat me molotov. Ata guzojnë dhe ja hedhin policisë dhe institucioneve. Është politike, ëh? Nuk është protestë që mlidhen njerëzit rastësisht dhe shfryn dufin e tyre. Ka përgjegjës kjo situatë. Ata marrin përsipër përgjegjësinë. Vinë aty për leshën me policinë. Është e drejtë e tyre, përgjegjësia e tyre nuk ka rëndësi. Dhe ti përdor mllefin e tyre. Thjesht për të bërë një pazar të radhës, nuk e di çfarë pazari mund të jenë duke bërë me Ramën. Dhe i kthen sërish në darkë në shtëpi se fillonte Big Brotheri përgjithësore, kjo është çmenduri. Çfarë kam thënë para jave? Ishte Big Brotherit e mbyllën me Big Brotherin. Filloi protesta, gjysore pas të fillonte Big Brotheri, e mbylli doktori fjalimin, ikën gjithë shtëpitu pa Bigun. Pra, ti thua ne do përballemi në mënyrën fatale dhe përfundimtare me Edi Ramën dhe nuk ka më veç qeverisë teknike dhe zgjedhjeve me qeveri teknike, i nxjerr ata, i karikon,
i përdor, ata bravo ju qoftë vinë dhe japin maksimumin protest, dhe në vend që t'ju thuash tani dëgjoni, ne nuk lëvizim më nga këtu. Nuk ka nevojë, po deshti le të na bashkohet Adriatik Lapaj, por atë që po bën Adriatiku jemi të vonuar ne për ta bërë. Këm kryq përpara sheshit, çfarë tjetër ajo grevurie, ku diun se çfarë, dhe thirrë popullin aty këm kryq, revolucion, të heshtur si Gandhi, pezullimi i jetës ekonomike, politike, sociale, çdo gjë, këm kryq, mos paguani taksa, mos shkonin punë, mos të ndizën në mëngjes fare autobuset e çfarë janë ato, paralizimi i jetës shoqërore, ekonomike, politike, sociale, dhe ti si opozit udhëheq një revolucion të heshtur dhe bëje. Po ti marrësh njerëzit nga anë e anës, ti sjellësh në Tiranë, ti mbushësh xhepat me molotov, ti bësh të rrezikojnë jetën e policëve dhe të përballen për pasojë ligjore, se ai molotov ishte i tmerrshëm me çlexova unë, qoshe armore, nuk është si shkopinjt apo si çadrat. Dhe t'ju thuash pastaj ikni, ose t'ju thuash që ç'keti, se unë do vi te komisariati dhe do ta bëj pri lekat policin që të ndaloj ty, kjo është çmenduri. Kështu që protesta, bravo ju qoftë për ata që protestuan, ishte fantastike, për ata që organizuan dhe herë tjetër ishte prerje në besën e gjithë protestuesve të vërtet, Partisë Demokratike dhe të shqiptarët zakonshëm që kanë qenë aty. Denis, si e lexove protestën si mesazh politik? Protesta nuk ka asgjë të le të themi të çuditshme, të gjithë ne e dinim që kështu do përfundonte. Kjo që thot Flogerti është e pamundur në Shqipëri. Paremrimet kanë qenë në letëri Rama, thoshte Berisha, ta provojë që të rrinë zyrë. Unë do të kap vetëm një aspekt, nuk po merrem me këtë pjesën e parë të protestës, unë do të kap vetëm një aspekt dhe besoj aty del konkluzioni. Aspekti momenti më i bukur i Berishës nuk është kur ai flet në podium. E di cili është momenti më i bukur i protestës? Kur ai flet nga selia e Shqupit. Aty ka njerëz që adhurojnë atë. Dalin bro rasin dhe Berisha egzaltohet maksimum kur ai është aty. Që do të thotë për te, le të themi, nuk po e them këtë për një metaforë, po do të thotë kjo, që Rama për një kohë gjatë do jetë banori kryesor i kryeministrisë, ndërkohë Berisha, kryeministrisë vendit të Republikës, ndërkohë Berisha do të ketë kryeministrinë e tij, që është pikërisht selia e Partisë Demokratike. Dhe gjërat me sa duket janë ndarë në këtë drejtim për një kohë gjatë. E vetmja gjë që këtu po fus pak ironin, bëri ndryshe kjo protestë është se i dha mundësinë Adriatik Lapajt të shkonte në shtëpi të pushonte një natë. 2-3 orë po. Jo, një natë, se nuk erdhi, jo. Ka filluar dhe se ai e ka protestën të shtunën tjetër dhe ka filluar të mbledh njerëz dhe e ka braktisur pak postin, kështu që po pushon pak, po rekuperohet. Po ajo që thash në fillim është shumë e rëndësishme për të kuptuar. Berisha do jetë lideri i Partisë Demokratike për një kohë gjatë. Rama do jetë lideri i kryeministrisë edhe ai për një kohë gjatë. Kjo është skena që çdo protestë që do vi në shkurt, se protesta rastës është në shkurt, me shumë gjasa një duhet të parë kur i bie fundi i shkurtit të shtunë. Ja, po e shofun këtu, 28 është, pra 28 shkurt është e shtunë. Me 28 shkurt do bëj me shumë gjasa, për doja do bëj protestën radhës. Do kemi të njëjtën panoramë. Berisha shkon në kryeministrinë e tij që është Shqupi, Rama është në kryeministrinë e tij që është Godina që ne po shohim në pamje. Kjo është panorama politike për fat keq e pandryshueshme dhe për fat keq nuk ka asnjë premis, se ne nuk po hedhim falle, po shohim faktet. Nuk ka asnjë premis që të ndryshojë kjo panoramë, edhe nuk po them për muajt, po edhe për vitet e ardhshme, të paktën deri në 2029. Avokat, si lexohen mesazhet e kësaj proteste dhe çfarë paralajmërojnë, domethënë në lidhje me qëndrimin e opozitës? A do të vi duke u radikalizuar apo do kemi sërish ripërsëritjen e të njëjtave skena pa shkuar detyrimisht në një objektiv saktuar? Atëherë, si e pa shumë protestën. Pas dy lajme, tani nuk i them për batut, por realisht domethënë ndash qeshni, ndash qani, i thon kësaj muavi. Pas një ankesë të gjithë atyre që kishin marrë pjesë
dhe për shkak profesionit dhe për shkak edhe të qenur protestues, pse na hithni gaz të skaduar dhe nuk na hithni cilësor. Okej? Edhe kjo vjen dhe derivati i faktit, domethënë që i dhan mundësinë Ministrisë së Brendshme, në rastin konkret, që të bëjë një tender të ri tani për gaz lëndësjellës. Madje të paracaktojnë dhe fituesin se ju takon. Ju takon. Kupton domethënë? Se të gjithë zgjidhnin, shikoj me çfarë gazi po na hedhin. Edhe thashën po pse si hedhin sa gaz cilësor vëlla? Ja hedhin gaz skaduar 2023. Shtyr. Po, logjikisht, gazi skaduar duhet të ketë më pak efekt. E dyta, s'kam se ankohen protestues. Se nuk jam atë. E dyta, se disproporcionale ishte ajo, domethënë. Po s'është, nuk ishte thelbi kjo. Dakor. Disproporcionale. Tash edhe një tjetër. Mund ta shikosh këtu spastruar në magazina. Nëse është më i rënd gazi se Molotovi, po si mund të rish aty flogert ku ai të hedh gaz lëndësjellës dhe ti e di ç'a efekti ka. Po pra, si mund të ri policia aty kur ti i hedh bombë te këmbët? Në të dyja rastet proporcionaliteti është proporcionalitet nuk do të thotë me gaz lëndësjellës. Jo. Proporcionaliteti do ishte ky. Ata hodhën molotov, policit i histe molotov turmës. Kjo është për mua proporcionalitet. Po që nuk është kështu. Pra nëse ti më godet në shpull, do të godas në shpull jo në pistolet. Po mi po nuk thot ligji kështu, po gjithsesi. Nuk thot ligji pra kështu. Tani thash edhe një tjetër. Protesta prodhoi këto, që të duken gallat në vetvete, po me atë popullin e madh të Facebookut, unë këto pash, që po thoshin. E treta, u prodhua një lajm i çuditshëm që kape nga dueshti që vazhdon edhe sot dhe tani vazhdon të si lajm. Që jo 10 vjeçari, jo e çuan minorenin, jo e futën minorenin, jo e nxorën, jo se nxorën. Tani kjo puna e minorenit kape nga gjitha anët po dueshti. E para mund të jetë dhe gafe policisë. E para, e dyta mund mos jetë gafe policisë sepse policia të punë ka, do ta marrë atë minorenin dhe ta çojnë tek policia dhe i thotë ku jeton ti o zotëri i nderuar? Ku e ke shtëpinë që të vinë prindit të të marrë, sa është 10 vjeçaj. E treta, ka familje mor zotëri i nderuar që e nxirr ka fëmijë 10 vjeç në protest? Pra, do ta marrësh në të gjitha diapazonin e gjës? Unë do të merrem me ashtu e morëm. Tani të bësh politik pastaj. Me 10 vjeçarin, për mua është e turpshme zotëri. Se sa do idioteske që të jetë një qëndrim. Thelbi protestës, se këto. Jo, dakor, unë vë pikat e protestës. Thelbin këta po drejtojnë si thelb këto. Ora thelbi gjë sot Denis. Unë nuk dua të përsëritem. Masiviteti si tu duk fjala vjen. Se çu masiviteti më fal. Ato incidente le dietojnë policia. Unë kur vjen puna te masiviteti sinqerisht u shikoj dronin e Report TV-s. Të rrallë herë po atë është shoh. Sepse ti nëse edhe atë kamerën këtu normalisht koka njerëzit do shikosh, po nga lart se di se sa është. Unë fakt pash Livrenozin që jo reportin, që Iliri ishte në turm, shkët jashtë, thoshte qebre. Ja, këta janë bërë turmat, domethënë ishin bërë grupe, po Iliri ma sollën edhe mua atë Ilirit. Por ne jemi mësuar. Po që flisë doktori këta bënin muhabet, do thoshte Iliri, po kështu do rrezojmë ramën ne. Fiks. Por ka kohë domethënë që historia e numrave ka rënë tashmë, sepse nuk është çështja e numrit aty. Aty është çështja e vijshmërisë, që thanë të dy kolegët pak më parë. Pra nëse ti ke shkuar aty për të bërë një protestë me një qëllim të caktuar, dhe nëse qëllimi i caktuar joti është sikur ti thot neve Ramën e rrëzuam, tani sot është e hënë vëlla, ora 9:10 sa është ora tani. Rama u bur. Jo. Rama s'është në kryeministri. Rama është në vendin më të rëndësishëm të globit. Dëgjova protestues aty që pjesëmarrës le të themi në atë protestë, të cilët deklaronin që çfarë keni bërë ju në 90-ën që populli ju mbështeste. Okej. Dgjoj ato se më mallangjeu shumë, me thënë drejtë, dhe ajo fjalimi. Mora vesh për ka profetë. Po opozita këto gjëra organizon. Tani kjo është pak a shumë edhe në rrjetet sociale. Mua më vjen që s'bëj dot avokatin e opozitës, por tani nuk e bëj dot këtë. Tani do më dëgjosh një sekondë. Avokatin atyre që protestuan mund ta bësh. Unë e bëj, po atyre e bëj gjithë ditën më. Se unë kam bërë avokatin e Adriatik Lapa që proteston aty, kam thënë shumë mirë, bravo i qoftë. A ka mundësi, a ka fuqi biologjike të ri, le të ri, për cilin do që proteston vëlla, se popull nuk i meriton tipa si Adriatiku, po as si doktori. O zotri. Se Adriatiku sakrifikon dhe si shkoj njëri nga mbrapa, doktori i përdor dhe i shkoj nga mbrapa. Tani e kupton ku jemi tani? Ore, nuk po ti më thua, a merren me protestuesit apo jo? Po pra.
Tani po them një tjetër, sikush e ka mendjen e vet për të shikuar gjërat. Unë po flas për këtë opozitën e cila presupozohet se do të vinë nesër në pushtet. Në rregull? Nëse kjo është mënyra që ata kanë gjetur për të ardhur në pushtet, 2041 të kam dhënë unë si deadline. Or kam një pyetje. Se prandaj se mos u merr me jo fëmia këtu, jo atje. Jo, ai më bëri pyetje me çfarë peti. Pyetja ime është. Këtë javë do shkoj PD-ja në komisionet e reformës apo jo? Se këtu është, hajde diskutojmë politikë, mos diskutojmë këtu. Kanë deklaruar. Ja si e mendoj unë. Kanë deklaruar Berisha që nuk do shkojnë. Se pëse ka thënë këtë gjë, po se erdhën, ne i zëvendësojmë këtë javë. Po erdhët mirë, po se erdhën më mirë. Shumë bukur. Kjo do të thotë që ata mund të kenë rënë dakord, Denis. Që çfarë? Që unë do them këtë dhe ti do bësh atë. Si në 2015. Po si 2015, në 2017, në 2020, në 2024. Pra, neve ky popull nuk është se ka parë në mirësi nga fakti që këta janë ulur në intryez. Sa herë që këta janë ulur në intryez, mos do të rinderuar, kanë bërë nga një fag. Ta më mirë mos ulen. Më mirë të jetë luz kjo histori. Avokat. Sepse po na del do na del si 17 maj i Berishës dhe Lulit win-win story. E mend ti win-win story? Ja, ashtu ishte ajo. Pra në rasti konkret u mendoj kështu. Nëse ti e përgjegjshme si opozit, ti nuk thua kurrë unë bojkotoj. Shkon aty dhe jep me ajsa ke mundësi ti, ajsa të kanë dhënë vota shqiptarët, jep pozicionin tënd për territorialen, për kushtetuesen, për ku diun zgjedhorën e për gjitha me radhë. Por përpara se të shkosh aty. Jo jep mundësi ma i ka veton, çfarë mundësi? Ajo ka në tavolinë ti më thua jep mundësi. Po s'do pra, unë po them që s'do. Po them duhet të vej aty. Po pra s'do pra. Ka kuptim kjo protestë. Do të thotë fakti që nuk do të shkoj. Ka dy gjëra, o është naivitet politik, ose është dakordsi mor. Si e shef, jo, Denis, jo, flasim ke qëndrimi i opozitë, jam dakord me atë që po çfarë kuptimi ka protesta kur ti ke përfunduar zgjedhjet, do shkosh po bën një reformë për zgjedhjet e radhës. Tani ose del nga sistemi fare dhe proteston, ose po je në sistem, se po do jash në sistem dhe mirë bën. Do shkosh te reformat më. Kaq që thjesht është. Pse thua ti pse duhet ta themi ne? Kjo është drejta e qytetarit. Çfarë drejtë e qytetarit? Qytetari nëse ka të drejta del vet, se qytetari që s'dëgjohet del në protestë. Deputeti kryesor që është zot, për shembull, nuk të dukej pak jashtë vendit se s'po them një epitet tjetër. Që Luciano Bocci, i cili po shkonte me forcë te shtëpia e tij e punës, ose zyra e tij e punës. Çfarë kuptimi kishte që protestonte donte të hyjë në parlament Luciano Bocci? Kush e ka bllokuar? Duhet të thonë këto gjëra më. Edhe? Që s'ka sens protesta e PD-s. Ti më dakord jam, çfarë do të them? Çfarë do të them? Protesta e minatorëve për shkak. Sens ka protesta e bujqëve. Sens ka protesta një shtrese të marginalizuar. Unë nuk dakord me këtë. Mendoj ndryshe nga kolegët në fakt. Unë mendoj që kjo protest ishte testi që doktori zhvilloi me të tijet dhe me popullin, qofse mund ta them kështu, edhe pse si koncept i pa kuptim. Nëse janë gati, nëse i përgjigjen apo jo. Përgjigjja ishte po. Doktori unë jam i bindur që është surprizuar jo si para pak netësh. Domethënë, ki parasysh një gjë. Ne kemi thënë shpesh nëpër studio që ka ikur ajo koha kur njerëzit vritën për Sali Berishën, për Edi Ramën e për kështu me radhë. Që janë dallkauk e kështu me radhë. Mbrëmja e shtunës tregoi të kundërtën, që ka akoma njerëz që janë gati t'i vënë flakën vendit për doktorin. Dhe ky është lajm i mirë për doktorin. Dhe unë kam përshtypjen se ajo që pritet të ndodh nuk është kjo historia që doktori do e lërë të rrjedh në komoditetin e vet, ai kryeministër i opozitës, Rama kryeministër i Shqipërisë, ndërtimet bashk, ekonominë bashk, ligjet bashk, rregullat e lojës bashk qeverisje më tash, por doktori do të tentojë të shkojë pak më tutje. Do të tentojë të bëjë atë që e ka bërë herë tjetër, nuk është se e ka për herë të parë. Unë e kam parë nga arkivat, kemi parë në 98-ën. Me tank aty apo jo? Doktori ka qenë. Nuk është ajo kota. Prit, s'ka ku t'i gjetë tanket. Po prit se ai unë po them që është motivuar dhe kam përshtypjen se do shkojë drejt një revolucioni dhe drejt një situate destabilizuese për vendin. Shenjat i ka dhënë dhe është i po pra. Ku do shkoni? Kolegët thonë nuk do shkojë aty, por do bëhet ajo, unë them jo. Doktori nuk do hyjë në institucion. Do i ruaj votat, nuk do i hyjë, do i ruaj votat, mandatet do i ruaj ai. Pra jo 6 muaj do shkojë atje sa për të vajt për të thënë që i kam mandatet në parlament, se ka bërë premtimin që ne nuk të rriqemi më e ka bërë këtë, nga institucionet, por ai institucioni vetëm do ketë rrugën dhe ka drejt i vetmi institucion për opozitën, tani ka mbetur rruga, sepse ka përballë
një kundërshtar politik, si Edi Rama, I cili sot shkon atje me Netanyahun, ato takimet që bën atje I organizon një ministër atje për diasporën që ka kontakt dhe kanal direkt komunikimi me Shtëpinë e Bardhë, është shumë I fortë, Rama ka arritur ta kapi atë. Rama shumë shpejt do shkojë në Shtëpinë e Bardhë, çfarë do bëj doktor? Çfarë do bëj? Ka dy rrugë, ose në rrugë ti vëri flakën, ose të shkojë ti heqi ato që ka vesh aty në parlament, të kthehet me shpinë nga Rama dhe I thot vazhdo. Dhe unë kam përshtypjen se si malsor, siç jam dhe unë, doktori do luftoj. Rama e ka zhbalancuar tani situatën. E ka zhbalancuar sepse Rama ka kapur Shtëpinë e Bardhë zotri. E vetmja shpresë për ta dërmuar Ramën, jo me anë shqiptarëve, ishte ndërkombëtarët. Ai tani ka shkuar dhe sot ka qenë atje ku ka qenë, nesër ka prap një takime shumë të rëndësishme në Izrael, dhe njeriu që organizon gjitha këto, që I jep Ramës një drejt dhe një nder që e kanë shumë pak lidera në botë, të flasë atje ku ka folë sot me ata që ka qenë edhe me ata që do jetë nesër, është direkt linjë komunikimi me Donald Trumpin në Shtëpinë e Bardhë. Doktori të e di unë tani, ja, po ja them dhe juve, e di unë kush e ka organizuar. Është një njeri thellësisht shumë I afërt dhe lop shumë I fuqishëm me Shtëpinë e Bardhë. Tani çfarë mendon ti se Rama, kjo që po bën Rama nga ftesa në bordin e paqes, te udhtimi në Izrael dhe te vajtja pastaj në Shtëpinë e Bardhë, nuk është një operacion I madh? Jo, jashtëzakonisht. PR I përcon që unë me këta e kam vaj dhe e ka vaj. Jo vetëm PR, Po fuqi pra raport forcash. Raport forcash me mbretërinë, me perandorinë e planetit. Tani çfarë do bëj ai, doktori? Dy janë rrugët. Ose të shkojë ti lutet Ramës atje të zyra në çeftas, ti thot gjë, ne do bëjmë sikur do bëjmë protesta, po aman bëj një gjë që të shpëtoj edhe familja ime nga këto të spakut se na u lërua ajo që thuhet, mbaruam, vdiqëm na myte. Ose është kjo. Ose do I thot, do shkojë te parlamenti atje do I thot, do I kthej shpinën siç thash, ose do I tregoj dhëmbët siç di I tregoj Sali Berisha në shesh jo me flaka dansi shojnë media, me molotov, me çfarë tjetë mundësia që ta detyroj Ramën dhe Amerikën të thonë doktorit amano doktor na fal. Na ruaj se po na mbjetjen popullore dhe fuqinë Partia Demokratike me atë që pam në protestë. Shenjat e shtunës janë që ka që doktori me dasht I alun fenë e destabilizon këtë vend. Dhe destabilizimi është e vetmja armë që mund ta stabilizojë doktorin në kuptimin politik, qoftë me amerikanët, qoftë me Edi Ramën. Avokat, si e shikon? Këto tre opsione, këto tre skenare që dha Flogerti në lidhje me qëndrimin që do mbaj opozita. Mendon se do jemi tek hipokrizia deri tanishme ku është bërë sikur, do shkojmë tek dorëzimi I zotit Berisha, sepse ka zgjedhje në Partinë Demokratike në prill, apo do shkojmë tek një radikalizim I qëndrimit opozitës? Tani unë parimisht jam dakord me atë që thot Flogerti, këtu Berisha nuk ka asnjë lloj shpëtimi përveç se të bëhet radikal. Kamikaz, po. Pra të kthehet dikur në rinin e tij, domethënë, rinin politike po flas. Sepse e kundërta aty nuk prodhohet më asgjë. Pra e kam fjalën politikisht, PD-ja sot, leadershipi nuk prodhon dot asnjë gjë. Aty mjafton të thuash diçka tangent kundër dhe ti pastaj ose vetë përjashtohesh ose të përjashtoj. Kjo ajo është mbyllur, është cikël I mbyllur në gjithë kuptimin e plot fjalës. Pra, edhe protesta në vetvete nuk ka as edhe një lloj qasje tjetër, pra ti mos I thirr njerëzit fare aty për t'i treguar që un kam. Ne dim shumë mirë që ka. Kam 5.000, 7.000, 10.000, sa doni juve ka. Njerëz që mund t'i dalin Berishës edhe të shtunet për shtunë. A e ka fuqinë, po them unë. Po pra, kjo është çështja. A e ka fuqinë mbështetjen popullore për të shkuar në radikalizim? Pyetja ime është, ore pse kërkon ti si Sali Berisha apo si leadership I Partisë Demokratike sakrificën time si qytetar? Del aty dhe thotë, është koha e guximtarëve të sakrifikojnë për këtë vend. Po sakrifiko ti më zotri. Unë kam 3 ditë që sakrifikoj. Po dhe ajo 82 vjeç në krye të partisë, s'e sakrificoj. Mu ta leje burr. Kjo është sakrifica që se le pra. Okay, bravo. Dhe pra e kishte më kollaj që ata 50 deputet 40, se 40 ka PD, se 10 të tjerë domethënë nuk di se ku janë. Shkonin aty, nuk ka nevojë fare të shkojnë te parlamenti. Unë çuditëm se shkojnë te parlamenti këta. Këta problemin e kanë me Rama, shkojnë te parlamenti. Ore, problemi është Rama apo Niku amor burr? Se marr vesh këtë histori. Ha shkove aty po. E para I thua që burr dhe rri aty. Po pse s'ja bën orën 8-9 mëngjesit ti protestën dhe ditjavë.
Po ja bën ditë shtune, kur janë gjithë mbyllur në orën 5 masdite. Avokat, pra, 3 opsionet kush janë? Opsioni është shumë i vetëm. O futen atë godinën e kryeministrisë apo kudo, apo në kuvend, me një lloj radikalizmi, grevurie, po këta, ju ti e unë, këta. Ose do duhet të ulem si të shkojnë thata tek Rama, të pranojnë një mënyrë apo një tjetër që mos bëjnë kot me gjasme si kur janë radikal në mendime dhe të ulen aty dhe të paktën të rregullojnë çështje rregullueshme nga ana institucionale. Opsionin e largimit të kujt? Avokat të Berishës, sepse ka zgjedhjen për të. Vetëm Zoti i Madh e bën që të largohet Sali Berisha që aty. Ata përjashtuan Salianin tani, si mund të largohet? Nga këto 3 skenar, Denis. Jo, po do të thënë kjo, sepse nuk e kemi përmendur dhe nuk e di pse se thot media që Saliani është me udhëzimin e fundit të nxjerr nga një pjesë e medias. Flasim edhe për udhëzimin, po. Udhëzimi i fundit e përjashton de jure Saliani nga Partia Demokratike, edhe si antar, jo si antar kryesie, po e antari i thjesht i Partisë Demokratike. Me udhëzimin, lexoni që kanë nxjerrë që ka Saliani, ai është i përjashtuar si antar i thjesht. Pra, unë nuk e di ku ka arritur për të jap, sepse edhe dikur ata që i përjashtonte nga kryesia por jo si antar i zakonshëm, nuk e di sa ka. Ta themu Cenin. Sepse të përjashton si antar i thjesht me qëllim që ti të mos kesh mundësi të jesh antar kryesie, zotëri i nderuar. Se në momentin kur nuk je antar i thjesht nuk mund të jesh antar kryesie. Nëse nuk e di, është çështje e PD-s, por do të thotë po ka të bëjë që ta dish po. Sepse ai antar kryesie kur është zgjedhur me vota. Po. Dhe tani ata nuk e shkarkojnë dot sa ai ka marr vota për që antar kryesie të paktën deri ku sillen zgjedhjet e tjera. Po çfarë bëjnë? E heqin si antar dhe ti teorikisht dhe praktikisht mund të jesh më as antar kryesie. Kjo do thotë që Partia Demokratike do të ketë qëndrimin e vet radikal, por unë duke marrë atë analizë që bëri radikal, e ka mbështetjen Partia Demokratike aq të madhe, aq masive. Nuk e ka dhe sepse numrat janë ato që për fatin e keq të doktorit edhe guzimtar. Rama ka rritur dozën e mbështetjes ndërkombëtare. Se si arriti punë për të. Nuk po analizojmë faktet, nuk po e themi bëri mirë apo bëri keq. Prandaj Rama e ka shpërsuar gjuhën ndaj opozitës. E keni dëgjuar që ka thënë, ne i bëjmë reformë deri dje do t'i bëni me PD-n. Ka fol Denis si në 2019-ën, fiks kur kishte mbështetjen e atyre që bëj zgjedhjet dhe ka përshtypjen që Rama kësaj radhe nuk do të rriqet. Pra do t'i bëj reforma sepse ka shansin e mirë, se zakonisht gjithmonë Rama ç'a bën? Ka momentum. Tërhiqet zakonisht dhe i ofron atë që ofrohet në opozitës në këtë rast, kompromisin. Tani, kur them ka shansin e mirë, po e shoh në optikën e atij se si logjikon vetë kryeministri. Pra, ai nëse do të bëjë një reformë territoriale me, le të themi, me 20 apo 30 bashki, maksimumi, ky është momenti për ta bërë. Sepse thot, opozita nuk vjen u ta bëjë më një herë këtë punë. Sepse pastaj po u fut dhe PD-ja në lojë, atëherë do fillojë negociata, do shkojë te 10, 90. Po te reforma zgjedhore? Te reforma zgjedhore do bëj atë që ka kërkuar më parë, le të themi Partia Socialiste, depolitizimin e komisioneve, numërimin në vendet e votimit, që është diçka e bën proces shumë të shpejtë, tani po na ikin dhe njerëzit, tani gjynane mos i numërojnë për gjysore, jo një orë, por gjysore, kaq pak votues ka në këtë vend. Kështu që nga kjo pikpamje Rama e shoh që kësaj radhe nuk ka shaka me të, nëse PD-ja nuk kthehet dhe unë besoj që do ishte mirë për PD-n, Berisha e tregoi forcën e tij, mund ta thotë që kjo është forca jon, por po iku nga institucionet, kësaj radhe vetëm do përfitoj vetëm Rama. Berisha s'ka çaj ofron më. Nuk jam dakord me Flogertin që thotë që mund ta destabilizoj vendin, nuk destabilizohet më Shqipëria. Se është e vështirë, edhe Berisha e di këtë gjë. Ai ka vetëm rrugë atë ka, ai mund mos e arri, po unë kam parë për herë të parë shkëndije që mund ta bëj vëlla. Unë nuk mendoja që ka më shqiptar që kanë guximin të marrin një armë si Molotovi, që po ta marrësh për kufizimin e termit operacional të Molotovit është armë dhe dënohet me burg. Unë nuk mendoja që ka akoma njerëz që do marrin guximin, shkonin në burg për doktorin duke e marrë bombën dhe duke ja hedh policit në kokë. Shishe Molotov janë hedhur dhe kur ka bërë protesta janë hedhur, zotri janë hedhur te dera e kryeministrisë, kurrë të policia aty.
Ja kanë hedhur policisë, po është tentativ, është provokim për destabilizim, për përplasje të fortë. Dhe unë them që ai e testoi, kishte nga ata që e bënin dhe pa që do e shohësh në shkurt. Ja këtu do jemi. Okej, kjo mbete për të parë. Avokat, të falenderoj shumë që të kisha. Faleminderit. Flogert, kënaqësi, Denis, si gjithmonë kënaqësi. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka kishim përgatitur për ju sonte nga unë Red Varaku. Natë e mirë.